Puna për zbatimin e shëtitores së bregdetare Lungomare 4 në plazhin e vjetër të Vlorës vazhdon, duke u shndëruar në një investim të rëndësishëm për zhvillimin turistik dhe përmirësimin e cilësisë së infrastrukturës urbane në qytet. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo dau në rrjetet sociale momente nga puna në këtë projekt, duke theksuar se ky investim ka për qëllim të përmirësojë aksesin, lëvizshmërinë dhe sigurinë në një nga zonat me potencial të lartë turistik të qytetit. Vijon puna për zgjatimin e shëtitores bregdetare Lungomare 4, një investim infrastrukturor që synon të përmirësojë aksesin, lëvizshmërinë dhe cilësinë urbane. Ministri Demo në statusin e tij shtoi se ndërhyrja do të sigurojë më shumë siguri për këmbësorët, aksesueshmëri më të mirë dhe do të integrojë zonën me zhvillimet e tjera infrastrukturore të Vlorës. Projekti pritet të rrisë aktivitetin turistik dhe të sjellë vlera të shtuara për zhvillimin ekonomik të rajonit. Shëtitoria Lungomare 4 është pjesë e strategjisë për përmirësimin e cilësisë së hapësirave publike, rritjen e aksesueshmërisë dhe promovimit të turizmit bregdetar, duke krijuar një ambient më të sigurt e të rrejqës për qytetarët, por edhe për vizitorët.